Duart e arkitektëve dhe projektuesve tanë, ditë për ditë po jashtojnë stolitë Shqipërisë. Ti djalosh, në jetën tënde ke njohur vetëm këtë Shqipëri, që është projektuar nga 5 vjeçar. Ti ke lexuar vetëm në libra se mbi çfarë themele u ngrit kjo Shqipëri socialiste që ti po pikturon. Ja se çfarë zinte dje vendin e oxhaqeve të fabrikave. Për kinokronikën e huaj, kjo jetë e qyteteve tona ishte një kuriozitet qytetesh mesjetare. Në hijen e këtyre minareve dhe këmbanave që të kallin frikën, zvarrite jeta me tërë tragjedinë e saj. Shikoni këtë pamje të Shqipërisë së djeshme dhe mendoni se nga jemi nisur. Në për këto korridore mesjetare kalonin shërbëtorët e Vatikanit. Këtu, në emrin e kryqit, luhej drama e zezë e ignorancës. Erdhi një kohë që të rinj tanë nuk e marrin dot me mend se si mund të nxirrej nga shtëpia nusja e futur në fes, por në fes, nusja që nuk e dinte as ku shkonte, as cilin të merrte. Dhe përpara kësaj tragjedie, buzëqeshnin propagandistët e rendit skllavërus. Për të mbajtur hapur perden e kësaj tragjedie, klerikët stërvitnin pasardhësit e tyre në për shkolla. Prapa kryqit shenjtë dhe prapa gjysmëhënës, fshihej tradhtia dhe krimi. Të gjithë tiranëve dhe pushtuesve klerikët ju kanë thënë mirë se ardhë. Rrosh ti dhe fashizmi, i thanë Viktor Emanuel. Selam aleikum i kishin thënë prej kohe zogut. Prapa Veladonit, rasës dhe gjybes, fshieshin një vetëm duart e zezat e ignorancës, por dhe duart e përgjakurat të tradhtisë. Altarët e faltoret ishin kthyer në depo armësh të gjitha markave të imperialiste për të përmbysur pushtetin popullor. Por fshesa e hekurt e revolucionit i fshiu nga Shqipëria sorrat mesjetare. Mjaft me pallavra. Ne akuzojmë klerikët, ne akuzojmë fenë që ka mbajtur të ndrydhur njerëzit në shekuj. E të rinia jonë, u ngrit në këmbë dhe me zemrim fshiu strofkat e fundit të ignorancës dhe padijës.
reakcion të fuqishëm ideologjik, populli zbrazi mbi fen tërë baterinë e armëve të përparimit, diturisë dhe kulturës. Atë dheu zjell nga kuvende, ku njerëzit dërmuan hipokrizinë e fesë dhe paragjykimet që e kanë tërhequr gjithnjë pas Shqipërinë. Socializmi e ngriti lart dinjitetin e njeriut. Ai e zgjoi njerin me forcën e diturisë dhe të kulturës. Ne jemi 2 milion banor, 500.000 ulemi në bankët e shkollës. Ne kemi vendosur me këmbëngulje të përvetsojmë shkencën dhe ta bëmë atë në shërbimin ton, në shërbimin e njeriut. Malet tona janë për ne aksionet e rinis u bën shkolla të vërteta të kalitjes mendore dhe fizike. Në to shpërthyen energjitë e pashtershme të brezit të ri që i ka dalë Zot Shqipërisë. Partia ngriti lart dinjitetin e gjysmës vitale të shoqërisë sonë, të gruas tonë fisnike, punëtore dhe të etur për dritë. Nuk mund të kuptohet jeta jon, pa dorën dhe mendjen e gruas. Në kudrën e punës, Sadi Rexhepi meritoi emrin e heroinës së punës socialiste. Në rrugën e saj ecën drejtoresha e re, komunistja Anti Çela. Këto tri vajza që shikoni janë 3 motra nga Gashi i Tropolis. Erdhën ato për të punuar në kombinatin e tekstileve të Mao Zedong. Erdhën ato për të punuar këtu në Berat, dhe vetëm ato e dinë se çka kanë hequr nga ligjet e egra të kanunit. Gruaja jon nuk di vetëm të punoj, të krijoj dhe të rrit sokol e sokolesha. Gruaja jon është dhe një snajpere e mirë. Ajo ditë mbaj me burrëri edhe pushkën dhe të jetë një oficere e zonja e ushtrisë tonë popullore. Ne shikojmë vajzat tona ushtarake dhe padashur mendja në shkon tek e kaluara. Shikoni se ç'bën Bashibozuku shkapatur në altmadhnia e tij. Kujtojmë të kaluarën dhe krenohemi me ushtrin ton popullor, ushtrin ton të punëtorëve dhe fshatarëve, ushtrin e Republikës Popullore të Shqipërisë. Ushtria jon është trashëgimtarja e traditave të shkëlqyera të ushtrisë nacionale shërimtare të partizanëve Trima. Me këtë ushtri ne kemi mbrojtur fitoret tona, me këtë ushtri ne mbrojmë truallën e Shqipërisë pëllëmb për pëllëmb nga agresorët imperialist dhe revizionist.
Me guximin dhe principalitetin që ka karakterizuar partinë tonë që në lindjen e saj, ne demaskuan veprimtarinë armiqësore të renegatëve të marksizëm-leninizmit dhe dënuan